Duke qenë se ca individ po i afrohen pak si shumë burgut, vendosëm të flasim për situatën në burgje dhe mbi gjitha për atë distancën e madhe që ka në trajtim mes vipave dhe vdekatarëve të zakonshëm ose burgaxhiut të mesëm shqiptar. Ne na vijnë shpesh në këtë emision letra për keq trajtime dhe abuzime serioze në burgjet shqiptare. Disa i kemi adresuar nga ato, por sot duam të kuptojmë çfarë po ndodh vërtet aty brenda. Kam dy njerëz që njohin shumë mirë atë situatë. Njëra është Joana Qeleshi, kreu i dhomës avokatëve penalistë shqiptar. Mirëmëngjes Joana Qeleshi, mirë se erdhe. Ose shoqata avokatëve penalistë për të qenë korrekt, se mos ta mërzitet edhe Semir Vishaj me emrin e vjetër. Ndërkohë është edhe një njerëz që e njeh nga gjitha këndvështrimet këtë historinë e burgjeve. Artan Hoxha, me ne mirëmëngjes, tani mirë se erdhe. Përshëndetje. Edhe pse ti e di shumë mirë që të presin dhe pyetje jashtë kësaj teme sot, apo jo? Ska gjë. Jemi pritur. E vlerësoj për dispozitën tënde. Zonja Qeleshi, fillojmë bashkë. Çfarë po ndodh aktualisht në burgjet shqiptare, ndërkohë që jemi në një pikë ku edhe kryeministri ka vendosur të heqë dorë nga krenaria e tij e dikushme në burg për çdo dhe për gjithçka. Tani situata e paraburgimit në përgjithësi në Shqipëri dhe pastaj kuptohet që në burgje vuajnë dënimin dhe personat që dënohen me vendim penal të formës prerë. Megjithatë, ne aktualisht kemi problematikën kryesore prej vitesh për hir të vërtetës. Gjendjen e paraburgimeve në kuptimin e numrit të personave që detyrohen që gjatë hetimit dhe gjykimit të hetohen dhe gjykohen me mas sigurimi arrest në burg, masë e cila sipas ligjit tonë dhe gjitha standardeve europiane duhet jetë masa e fundit që mund të aplikohet nga gjykata. Për fat të keq, neve kemi një realitet ku masa e sigurimit arrest në burg është masa e parë që aplikojnë gjykatat e të gjitha niveleve. Përfshirë këtu. Po flasim për spakun, po flasim për gjykatat. Po ne po flasim spaku ka një 0,3% të çështjeve penale në përgjithësi. Ne problemin kryesor e kemi me atë që qytetari shqiptar detyrohet që të ketë në realitetin e tij. Pra për vepra penale të lehta që ti mund të kesh situata. Dënimi është me gjob, hetimi bëhet në burg. Kur dënimi është me gjob, se ne nuk kemi vepra që kanë dënim vetëm gjob. Pra gjithmonë duhet zakonisht veprat penale që parashikojnë dhe dënimin me gjob, parashikojnë burg deri 2 vjet ose gjob. Pra nuk kemi një vepër vetëm me gjob. Megjithatë, tendenca shumë represive e praktikës gjyqësore në një kohë që nuk përputhet me kuadrin ligjor që ne kemi, është një problematikë që ne kemi ngritur zërin vazhdimisht. Çështja është që vetëm tani është bërë aktualitet dhe ne po flasim për këtë gjë, pra po flitet publikisht për një situatë që në fakt shtetasit shqiptar janë duke vuajtur prej vitesh. Pra ju kuptoni që një person që për vepra të lehta i caktohet një mas sigurimi arrest në burg, detyrohet që do lëri punën, do ketë një familje që mund të jetë kryefamiliar, fëmijët nuk kanë vëmendjen e përditshme, bashorti tjetër ngarkohet me një peshë shumë të madhe sa i përket përditshmërisë, por mos thënë që nga pikpamja ligjore ti prezumohesh i pafajshëm derisa të kesh një vendim penal të formës prerë. Dhe për këtë arsye ligji përcakton qartë që rastet kur ti mund t'i heqësh lirinë dikujt duhet të justifikohen me prova dhe rrethana konkrete që lidhen ose me një rrezikshmëri reale të ikjes së personit, ose me mundësinë reale të tij apo veprime që ai ka treguar që do dëmtoj provat, apo një rrezikshmëri që ai ka për të kryer një vepër tjetër penale. Sigurisht këtu duke marrë të mirëqen që ekziston një dyshim i arsyeshëm që ti ke kryer një vepër penale. Pra dyshimi i arsyeshëm i bazuar në prova, thot ligji. Dhe kjo ka bërë që ne të kemi qoftë paraburgime shumë të ngarkuara, me numër të madh personash të paraburgosur, dhe nga ana tjetër, patjetër kjo reflektohet pastaj dhe tek dënimet, sepse ju duhet kuptoni që nëse një person ngelet në paraburgim për 1 vit, 1 vit e gjysmë, 2 vjet, edhe në qoftë se gjasat janë apo vërtetohet gjatë gjyqit që ai mund të jetë i pafajshëm, ka shumë pak mundësi që gjykata të japi pafajësi për këtë person, sepse shpesh gjykatat, në qoftë se ti ke bërë një periudhë të caktuar paraburgimi, mundohet që dënimi të paktën të justifikojë paraburgimin që ti ke bërë. Sepse patjetër nuk kuptojnë që sistemi s'ka funksionuar nga një anë, dhe nga ana tjetër personi do marrë kompensim për burgim pa drejtë. Një sekond, i cili është qesharak e ne, po që ke masa e arrestit e merr dënimin, domethënë. Për fat të keq, edhe në mentalitetin që ne kemi, ne nuk kuptojmë një mas sigurimi, çfarë do lloj aq më tepër arresti në burg, e përcaktojmë si dënim, pra ne e quajmë si ndëshkueshmëri.
Në një kohë që ky është një nga çështjet që realisht qytetarët duhet të ndërgjegjësohen dhe duhet të edukohen me edukimin ligjor, që masa sigurimit nuk kupton që ti je fajtor. Po ndërkohë në psiqikën edhe perceptimin që publiku ka, nëse ndaj teje caktohet kjo masë dhe ty të hiqet liria, automatikisht ti e ke bërë atë gjë. Sa ne kemi edhe në popull shprehjen që nuk të fut njëri kot brenda. Po nuk të vret njëri kot, ne kemi si popull shumë shprehje perverse. Nuk të fut njëri kot brenda, ajo gjithmonë është kështu në fakt. Dhe prandaj ligji ka kritere shumë të forta, të cilat neve nuk i zbatojmë ashtu siç duhet. Pra ne kemi vendime shumë mirë të arsyetuara, ku thuan 30 faqe, cilat janë nevojat e sigurimit, çfarë thot Strasburgu, çfarë thot gjykata kushtetuese, çfarë thot gjykata e lartë e tjerë. Kur vim ke pjesa pastaj e zbatimit në praktik, domethënë ne kemi problem shumë të madh. Dhe ndër vite një nga le të them dhe diskutimet që kanë qenë në raportet e Komisionit Evropian në mënyrë të vazhdueshme ka qenë që qeverisë shqiptare, kjo është tendencë, prandaj po them nuk është tendencë e tanishme, tani thjesht ka qenë për shkak të fushatave të caktuara, momente të caktuara, ka pasur flukse më të mëdha. Po ka qenë një problematike jona e përgjithshme, ku neve qeverisë shqiptare në fondet që kërkonin, kanë kërkuar fonde për ndërtimin e burgjeve. Në një kohë që për shembull neve çfarë kemi sot realitetin, ne s'kemi gjykatat të përshtatshme dhe nuk e kemi pas prej vitesh. Domethënë gjyqtarë që bëjnë zyrat në gjyqet në zyra, ngarkesë e madhe, stoku e tjerë. Kështu që është një mentalitet dhe një qasje e cila është reflektuar patjetër edhe në vendimarrjen e gjykatave më tej. Megjithatë, kjo situatë e ngarkuar tani ka sjell edhe fenomene të padëgjuara më herët për cilësinë e jetës të atyre që futen me vetdije. Pra kriminalet e karrierës, vipat edhe të politikës, duket se kanë krijuar një realitet të tyre paralel në burgjet shqiptare, ku ja kalojnë për mrekulli. Ndërkohë, nga ana tjetër të shqiptarët e zakonshëm, gjejmë raste keq ushqyerje, keq mjekimi, vdekje të pashpjegueshme, vdekje të mistershme, vdekje që kanë kërkuar hetim. Kaq larg janë realitetet? Shiko, besoj problemi i vërtet që ka sistemi jon i burgjeve, avokate Joana e përmendi dhe ky është shqetësimi i madh që ka sot Shqipëria. Pra ne kemi në çdo 3 të burgosur, 2 janë të paraburgosur, pra janë të padënuar. Ky është halli më i madh që kemi. Pra ne kemi burgosur njerëz pa i dënuar. Dhe është bërë një shqetësim kaq i madh sa edhe raporti i fundit i Këshillit të Evropës nuk e shmangte dot këtë element. Sigurisht që ky stok, po e quaj stok, po në të vërtetë është problematik shumë e madhe drejtësisë sonë, nuk është krijuar për një ditë, nuk është krijuar për një vit, për një mandat qeverisë së dash, se është mandati 4 zotëria që qeverizoni sot. Pra, ky numër i madh është grumbulluar vit e vit dhe sot ne ndodhemi para këtij fenomeni i cili është kthyer në vërtet në një shqetësim të madh dhe gati e ka bërë të vështirë administrimin e burgjeve. Dhe këtu kemi të bëjmë me politika shtetërore. Pra, nuk kemi të bëjmë thjesht me një menaxhim që bën vetëm drejtoria e përgjithshme e burgjeve, por kemi të bëjmë me një mënyrë, me një qeverisje të cilën e bën qeveria qendrore, e cila siguron fondet, e cila siguron ambientet, e cila garanton për zbatimin, i krijon kushtet për në mënyrë që aty të zbatojnë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Nëse nuk realizojmë këtë gjë, më thon kujtoj vetëm para disa ditësh ka dalë raporti kontrollit të lartë shtetit dhe ai thotë që 2 burgje, ne ndërkohë i kemi 2 burgje në riparim e sipër, por dhe 2 të tjerë, që është Rogozhina dhe Kosova e Lushjes, do të mbyllen urgjentisht se nuk plotësojnë asnjë mas. Pra, kemi një situatë tjetër e cila është bërë jashtëzakonisht problematike. Mirë po, qeveria jonë ka dhënë fonde për çfarë? Ka çuar fonde vetëm për të përmirësuar transportin e të paraburgosurve nga burgu në gjykatë ose në prokurori. Pra, kemi çuar mjetet e transportit, i kemi të reja, të mira, ku diun. Por nuk pagojmë gardianët, pra ata që ruajnë, ose që mirëmbajnë, ose që kujdesen për këto ambiente paraburgimi. Politikat tona penale deri tani, që më në fund u kujtua dhe kryeministri jonë, janë të tilla që i kemi burgje plot. Dhe që në mandatin e parë 2013,
kryeministri nis me burg për ata që spagojnë energjinë elektrike. Pastaj burg për ata që spagojnë ujë. Pastaj burg dhe jashtë u mbushën burgjet. Dhe sot ndodhemi në të situatë ku vetë ai fillon dhe u lëret në vërtet dhe se ku që vërtet unë nuk e di se ai e ka në dorë këtë punë. Qeveria harton politika penale dhe qeveria duhet dhe ka një kosto ditore. Sa i kushton taksapaguzët shqiptar të mbash një të paraburgosur dhe i thirret ministri i drejtësisë, thirret sistemi gjyqësor dhe i thonë zotëri, kjo që bëni juve duke i mbushur burgjet me të paraburgosur, i kushtojnë Republikës Shqipërisë kaq miliona euro, dhe është minimumi, është 50 euro në ditë. Pra, 50 euro në ditë i kushton minimumi, se ka 70, ka 50, varet nga vendi ku ai ndodhet, dhe është një kosto jashtëzakonisht e madhe, për të cilën sigurisht është ka politika penale, që ata që ndodhen në burg të jenë për të vuajtur dënimin, jo paraburgimin. Dhe pastaj ndodh ajo që tha Zoja Qeleshi, që gjykata thotë i dënoi me kohën e paraburgimit, që as mos i dërshërbim brapa, i futni me kohën e paraburgimit dhe miru pashim e zgjidhim këtë punë. Tani, vite pyetje që bëre ti. Unë e kam ngritur shumë përpara këtë pjesën e diferencimit të burgosurve në burgje. Por mendoj që nuk është ky problemi i madh. Kjo është një fenomen, por nuk është problemi shqetësues në momentin që ne tani jetojmë. Unë i kam parë vetë, i kam vizituar vetë kohët e fundit se çfarë bëhet brenda. Dhe problemet të mëdha nuk është thjesht kjo. Shiko, edhe në burg, ai që ka para, sigurisht ka më shumë favore se ai që nuk ka para. Kjo ndodh dhe për shkak sepse ai arrin të përballojë, të ketë akses, të marrë shërbime që një tjetër nuk i merr dot. Një qytetar i zakonshëm nuk arrit i marr dot, se nuk ja mban as xhepi. Është vërtet që ne deri tani kemi diskutuar dhe për burgje private, por ende nuk kemi licencuar në një burg privat. Nuk do të çuditem edhe nëse do ta bëjnë një ditë. Sot ndodhi para një momenti të vështirë. Aleatët, ata që ne i quajmë aleat, na kanë dhënë para një kushti. Na thonë, keni shumë të burgosur në vendin e Bashkimit Evropian. Duhet t'i sjellim në Shqipëri dhe ata të vojnë dënimin në Shqipëri. Ne s'kemi ambiente, ne kemi ezauruar kapacitetet që kemi. Pse? Sepse politika penale që kemi këtu na kanë krijuar këtë situatë. Do të kujtoj Flavio që jashtë Shqipërisë, sot vetëm Bashkimi Evropian, ne kemi një numër të burgosurish që është gati sa ky që është këtu në mos tani e ka kaluar numrin. Pra, nëse sot në Shqipëri janë diku tek 5.300 ose 5.400 burgosur, kaq është numri i shqiptarëve të burgosur jashtë vendit. Mos të thash që është më i madh, sepse Greqia ka një numër shumë të madh, Italia po ashtu. Dhe nëse vinte sigurimi i kushteve pastaj, dhe se çfarë ndodh atje brenda, atëherë këtu vetëm të lexosh raportin e kontrollit lartë shtetit, ku nuk bëhet fjalë për rehabilitim. Pra, fjala e rehabilitim është asgjësuar atje brenda. Atje brenda vetëm të fusit të paketojnë, edhe sepse nuk ka asnjë lloj programi më që të çojnë rehabilitimin e të paraburgosurve. Jo të gjithë të paraburgosurit që ne kemi brenda janë të një kategorie. Se atje ka një shtresëzim edhe për shkak të veprave penale që kanë ndodhur, edhe për shkak të formimit që ata kanë, pra nuk mund të trajtosh të gjithë një lloj. Ne kemi dëgjuar disa herë që ish presidenti Meta ngre zërin. Deputeti tjetër, ish deputeti tjetër i Partisë Demokratike, zoti Zajani, i cili e vuajti një vit burgim, edhe ai ngriti një sër shqetësimes që ndodhin brenda burgjeve. Por ne shohim dhe rezultatin në zgjedhje si del brenda burgut. Pra sa më shumë mandate kalon qeveria, aq më thellë fiton në burgje. Është një përpjestim i drejt me atë që duhet jetë. Pra, ai që i ka futur në burg, fiton dhe më thellë në burg. Atëherë, tuk vërtet ka zënë mend se janë burgosur. Por kjo thash ndodh për shkak se ne nuk kemi një strategji të qartë se çfarë do të bëjmë, si do t'i kthejmë to burgje në institucione rehabilitimi dhe ka tjetër si do t'i mbështesim me financime që tek përzgjedhja e personelit që ata kanë, që të pagesa, sepse bëhet një punë e vështirë për ata që janë gardian burgjeve, që mos na ndodhë ngjarje e Durrësit pastaj, ku ne pam që gardianët e zbritën atë personin atje, altindosin dhe ai iku u zhduk për një si të mungesë vëmendje skandaloze. Ndërkohë unë kam parë raste të tjera gjatë këtyre ditëve, për shembull, që
ata të lidhin këmbë dorë dhe në spitalin dhe kur jenë në trajtim mjekësor në spital. Kujtojmë pamjet kur shoqëruan Fredi Belerin te varrimi i gjyshes vetat. Shiko, për shkak të Covidit, ne në Shqipëri kemi ndaluar edhe takimet që të burgosurit ose i pjesë burgosurit, të para burgos, por kryesisht burgosurit, të dënuarit, kryen me familjet e tyre. Prej Covidit ne i hoqim ato fare. Dhe kaluam te pjesa sa të na ikin këta, më mirë nuk japin fare leje shpërblyese që ata takojnë familjarët. Dhe ndërkohë i ndërpresim një të drejtë që atyre ja njeh ligji. Pastaj tek ajo pjesa që thotë, pra disa kanë dhe fatin e madh që të vinë në takime speciale, si të mund personazhe VIP, personazhe të njohur. Top modelet e momentit. Kjo është një gjë që unë mendoj që më tepër vlen për ne në media dhe për të krijuar një kështu se sa për atje në burg. Shiko, kush është atje brenda, një gjë ta kesh qartë. Asnjë nuk do të jetë atje brenda. Më shpreha që kemi ne si popull që mos pafshas hasmin atje, sigurisht që është një shprehje që është krijuar me kalimin e kohës. Por ne realisht ndodhin situatë të tillë. Dhe unë mendoj që kjo situatë e evidentuar së fundi edhe nga Këshilli i Evropës, por edhe nga kontrolli i lartë i shtetit, nuk vjen thjesht nga drejtoria e burgjeve. Ne nuk kemi një strategji si qeveri politik penale. Se çfarë do të bëjmë dhe si do t'i trajtojmë. Ne kujtojmë vetëm kur zëvendës kryeministri si ofroi. Kjo është pyetja. Pse u kujtua tani një sekond tani? Këtë dua të kuptoj edhe nga zona Qeleshi. E para njërë si e keni pritur reagimin e kryeministrit për këto statistika dhe mbi të gjitha duket pak e pasinqert kur përdor situatën e shqiptarëve të zakonshëm me normat e SPAK-ut të cilat nuk janë ashtu siç thot Bashkimi Evropian për burgjet e zakonshme. Pra, VIP-at ose ajo 0,3% edhe në mes tyre janë nën standardin evropian, raporti akuz me mas. Ndërsa shqiptarët e zakonshëm janë shumë më keq, janë gjithë në burg. Si e shihni këtë? Është moment reflektimi, hall personal? Tani unë nuk e di arsyen pse u kujtua tani politika, ndoshta tani shkoi informacione, por realiteti është që siç e thash, kjo problematika ka qenë një gjë që në qarqet e juristëve edhe në njerëzit që ju bie halli që të janë ato dyer, është një gjë shumë e diskutuar. Dhe kjo lidhet me atë që tha pak edhe Ertani, që neve nuk kemi një politik penale dhe ne nuk kemi analiza që ti të shohësh në VMC, çfarë problematika është sjell kjo Qa po bën kjo gjykatat e tua? Qa po sjellin? Qa reagimi kanë publik? Qa masash dënimi ke? Çfarë aplikon tjetër? Gjithë bota ne kemi pasur dhe ne, pra ne në një farë mënyrë deri në vitin 2017, nëse s'gaboj 2016-2017, ne kemi pasur bizulukët e goxha tendere. Ndjes si po ju fut në gjë që si u takon, pjesa e saj unë nuk e di. Por ama për gjykatat ishte një alternativë shumë e mirë që ti personin e linde të rindares në shtëpi i kontrolluar për te problematikave që kishin. Dikur u zhdukën dhe aktualisht nuk janë më. Që ndërkohë ajo të mundson që ti s'kapse 3 herës në burg, ri në shtëpinë e tij, konsumon jetën me familjarët, konsumon shpenzimet e tij, nuk paguan shteti për to dhe ti ke mundësi që ta monitorosh që mos largohet për të garantosh ikjen. Ka pasur alternativa të tjera, nuk ka qenë kaq represive politika e gjykatave. Çfarë ndodhi? Në momentin kur gjyqtarët liruan persona që u arrestuan me fushata për ndërtim pa leje, u arrestuan për vjedhje energji elektrike e tjerë, gjyqtarët dolën me emra në televizor. Pra u linçuan sikur kishin bërë një gjë të jashtëzakonshme që kishin nxjerr nga arrestimi, pra personat ishin arrestuar flagrans dhe gjyqtarët i kishin lënë në gjendje të lirë, krye familjar, nëna me fëmijë, pra u bë si diçka e cila ishte jashtëzakonshme. Atëherë kuptohet që sistemi reagon duke thënë ti do burg do japim. Por ne nuk kemi pasur një analizë në asnjë moment, dhe sigurisht ndoshta është momenti Ministria e Drejtësisë duhet bëjë analizat e saj, duhet dalë me një politikë dhe qeveria duhet ketë një politikë të caktuar. Nëse kjo është në kushte normale, nuk ka asnjë lloj problem, bles kështu duhet jetë. Në momentin kur reagimi vjen për shkak të situatave që janë afër atyre që ti arrin ti shohësh, do të thotë që ose nuk e pasur informacionin për çka ka qenë realiteti,
se nuk besoj që ta kesh pasur dhe mos kesh reagim, sepse pjesa e standardeve të burgjeve ka qenë në gjithë raportet e Komisionit Evropian. Ne kemi pasur për shembull Zaharin, që ju do e keni dëgjuar. Ne s'kemi pasur ku të çojnë personat që duhet të caktohet një mas sigurimi e shtrimit përkohshëm në spital psikiatrik, që janë më të rrezikshëm se personat që duhet të rinë në paraburgim. Sepse janë të rrezikshëm për veten e tyre, janë të rrezikshëm dhe për tjerët. Jo, persona që kanë dyshohet, që kanë smundje të shëndetit mendor. Dhe ne nuk kemi pasur, ne i çonim në burgun e Zaharis, u mbyll shoqër para pak vjeta se par vjet, për shkak të kushteve teje të amortizuara. Jo nëse shkonin, ne kemi burgje edhe mes Tiranës, të cilat nuk plotësojnë kriteret minimale të qëndrimit të personave. Kështu që në këtë aspekt kur ju thoni që jetojnë mirë në institucionet e ekzekutimit vendime penale që ne kemi, pavarësisht dikush që ka mundësi më shumë financiare apo më pak dhe familjarët mund të sjellin më shumë, ai mund të shpenzojë më shumë e tjerë. Kushtet nuk janë kushtet të tilla që të kesh në një dëshirë të madhe për te faktit që askush do të jetë, por nuk janë kushte që të kesh një farë, ku e diun, admirimi apo zilie. Pra, institucionet tona të ekzekutimit vendime penale, përveç disa burgjeve që janë të reja, një pjesë tjetër kanë problematika dhe nuk kanë mundësi rikonstruksioni, sepse janë kaq të mbushura se s'kan ku transferojnë të paraburgosurit apo të dënuarit. S'ka rregulluar sinjorin dhomën e vet nga këto? Po mund ta kenë rregulluar, po kjo nuk është se është diçka që ndikon ne po flasim për atë që është problemi të gjithëve, sepse se rregulloi dikush a se futi një televizor, nuk mendoj që kjo është diçka që ju ndryshon jetën të tjerëve. Pra për ne problemi është ajo që është problemi gjithë atyre që janë duke vuajtur ekzekutimin e dënimeve, arsye për të cilën neve në periudhë shumë të shkurtër kohore po shohim amnesti. Amnestia e këtij viti nuk është miratuar ende, unë shpresoj të miratohet, pavarësisht se duhet të ketë realisht paktën me draftin që kam parë për mua ndryshime shumë të rëndësishme, por që kanë një pjesë e tyre që po presin e të dënuarve apo dhe të paraburgosurve që po presin që nga dhjetori, nga 31 dhjetori, po presin, ju tha që do dilin në shtëpi. Ne jemi tani në datën 10 mars, domethënë ende nuk është miratuar, por kjo bën që reagimi i shtetit jetë amnistia. Në një kohë që reagimi dhe politika penale nuk duhet jetë amnistia. Amnistia është diçka që vendet kur bëhen personat që janë dënuar 10 vjet a 5 vjet i amniston. Pra, është politikë penale e shtetit, po edhe për të zbrahur burgjet, por ama është krahas asaj që duhet jetë përditshmëria. Përditshmëria është që ti një person që, sepse çfarë ndodh me të paraburgosurit, sidomos kur janë në mosha të reja, ambientet ku ata rinë, kjo është statistik, me personat që rinë krijojnë kontakte të tilla, të cilat nuk dalin nga rrethi kriminalitetit. Sepse ai humbet punën, humbet të ardhmen, kur del pastaj ka lidhjet e tij që i ka krijuar në ambientin ku ka qenë. Ka dhe dëshmi penalitetit keqe. Ne merremi vetëm me ndëshkimin, nuk merremi me rehabilitimin si qëllimi në fakt kryesor i dënimit, sepse ai personi që vuan dhe dënimin, sado që të jetë, do dalin nesër në shoqëri, do jetë komshiu yt, do jetë me ty në përshkallë, do jetë në një ambient saktuar dhe ne na intereson që personat që mbasi vuajnë dënimin e tyre të jenë të aftë dhe të jenë qytetarë të tillë që ti të kesh një jetë normale. Sepse nesër mund të kesh një problematik më të madhe se ç'kishe para se të hynte ai në një ambient saktuar dënimi. Tani, pse kryeministri u kujtua në këto çaste? Çfarë ndodhi? Më thoni zot. Ky është në të vërtetë pjesë e shqetësimit. Në një anë, është për të thënë që shqyqysh u kujtua. Shqyqysh u kujtua, por ai di shumë mirë se ai paguan punojësit e burgjeve. Pra i paguan në mënyrë skandaloze. Fillojmë këtu e para. E dyta, u kujtua këtu se një pjesë e kabinetit tij ka shkuar në burg ose rrezikon të shkojë në burg. Në këto kushte, për të ngritur një shqetësim, fakt që është për qytetarët, dhe unë thash që këtë depozit, nëse i quajmë të tillë, të paraburgosurish e ka krijuar ai vetë me frymën që ka përçuar te institucionet e drejtësisë. Dhe pavarësisht se burgjet nuk u mbushën sot, burgjet janë mbushur pak nga pak. Dhe ne bëjmë amnisti, e tha zëra që kishte pak më parë, po ne nuk bëjmë amnisti për të favorizuar ose për të shpërblyer ata të dënuar ose ata të cilët kanë patur një sjellje të mirë, u kanë ngelur pak dënim, vepra penale për cilën ata ka kryer, ka qenë një vepër e lehtë. Jo, ne bëjmë për të boshatisur se kemi mbushur plot burgun dhe që të krijojmë tani hapësirë për ata që do fusin në burg, se s'kemi ku të fusim. Burgje të reja nuk kemi bërë, ato që bëjmë janë thjesht investime që na vijnë nga vendet e BE-s,
me stadium burgu i fundit që duan të ndërtojnë në kufi, është në Kuks. Dhe duan ta bëjnë aty se burgjet në Shqipëri shërbejnë Flavio dhe si ndërmarrje punësimi, po të shikosh që çojmë në qytete, sepse një burg ka një numër shumë të madh personelit që punësohet aty. Dhe unë po them, vetëm lokalet rreth rrotull atje dhe vetëm ujë, se edhe uji s'është i pishëm në burgje, pra vetëm uji që familjarët çojnë, çfarë kosto ka? Jo më për problemet tjera që ata kanë. Megjithatë, në Shqipëri kemi parë që qeveria kujtohet vetëm kur i vjen rreziku tek vetja. Atëherë kujtohet, thot, i kemi burgje plot. Po plot ishin ata. Se nëse ti thoj burg gjithë ditën, burg, dhe s'ke politikë penale, normale, që të mbushen. Tani, pse u kujtohen këto momente? Sepse ankohen ata te burgu i Durrësit jepe, u përmbyt burgu i Durrësit dhe u kujtohen, se ne kemi ca ministra, kemi kryetarin e bashkisë, kryeqytetit atje, pra kemi ca personazhe politike, se ata i kthejnë vëmendje. Dhe pa pritmësi, ai kujtohet që duhet kryej kushte edhe në burgje. Dhe e dëgjojmë atë ish-presidentin zoti Meta që kërkon ambient, për shembull burgu 313 i Tiranës, që është burgu kryesor sepse është ngjitur edhe me GKK-n, po edhe me SPAK-un, po edhe me gjykatën penale. Është bërë një ambient i ri, po është komplet jashtë standardeve dhe këto standarde nuk i realizon administrata e burgut. Duhet një investim që e kryen qeveria që aty përmirësohen kushtet. Pra nëse aty i hiqet dhe tavolina ping-pongut se po luan ish-presidenti, ose ai tha që shprishur fusha voleybollit. A disa hapësirat që përdorin ajrim aty, çfarë temon është krejt minimale, është skandaloze. Po se ai është një burg që ka funksionuar që nga koha e mbretërisë. Pra që nga koha e mbretit Zorg, pastaj ka qenë koha e fashizmit, koha e komunizmit, pra ne nuk është se kemi krijuar kemi ndryshuar kushtet, kemi ofruar një lloj standardi. Nuk flitet për kushtet të këtyre VIP-ave që ti pak më parë, flasim për qytetarët e zakonshëm. Pra, nëse hyn në burg dhe në moshë të re, në vend që të rehabilitohesh, ti ndërkohë trajtohesh aty Nuk e kam tani në këto çaste dhe do doja në fakt vinim tek pyetja e fundit. Po tani. Po. Nëse më lejon duhet një koment nga secili prej jush për vendimin e djeshëm të grupit parlamentar socialist dhe një fjalimi prej 90 minutash, një tjetër 90 minutash plot emocione, por jo nga ato që komentonte Shako Hoxha, duke justifikuar mosdhënien e imunitetit të Ballukut. I kanë konsideruar provat pamjaftueshme, masat aktuale të mjaftueshme. Qëndrimi juaj, Hoxha, dhe më pas Qeleshi. Nuk jam i çuditur, e prisim këtë gjë që do ndodhë, por kjo gjë prap nuk e shpëton zonjën Balluku nga hetimi, pavarësisht se kjo po merret si një masë jo për të shpëtuar zonjën Balluku, në kuptova qartë atë dhe ti e themie që po na harxhon kohë ato fjalimet e gjata. Tani ka dalë te shtesa, nuk ka më thjesht 90 minuta. Po shkon te shtesa dhe rrezik shkon te penalltit kryeministri me fjalimet e gjata. Por atë që un pash dje më duk më tepër si një masë ose një veprim që ai më tepër po mundohet të mbroj veten, të parandaloj një rrezik që mund të ketë ndaj vetes, u jep një mesazh të vetëve që un jam akoma, unë e kontrolloj lojën, por nga ana tjetër nuk ka çai bën, më duk si dorëzim që ai bëri zonjës Ballukut. Dhe ajo nuk i shmanget dot procesit hetimor që ka SPAK-u, unë që në fillim më ka çuditur forma që zgjodhi SPAK-u në këtë rast, se ndryshe nga e kaluara, ata nuk ju drejtuan direkt kuvendit, po zgjodhën një taktikë e cila na solli në këtë situatë që ne jemi sot. Megjithatë, duke folur si qytetar, ose në këmbështrimin e opozitës, unë uroj që Rama të bëjë sa më shumë veprime të tilla në mënyrë që të mbushet kupa, se këtu nuk reagon njeri. Po s'dole i hap tazi, s'reagon njeri. Atëherë më mirë ta bëj bal deri në fund, ti shkoj deri në fund asaj që kanë mend, që qytetarët të reagojnë, se ndryshe nuk reagohet. Pra, ose ai duhet ta bëj bal, siç po e bën për ditë, por duhet ta bëj edhe fiksa ajo shpreha dalë se s'keni parë gjë akoma, në mënyrë që ne të reagojmë si shoqëri. Por sa kohë që ne nuk reagojmë, kjo është favori i qeverisë, i kryeministit dhe i pushtetit. Thash, pra, penalisht ai nuk ka çfarë të mbroj zonjën Balluku, ajo është në një hetim, SPAK-un se ndalon askush, s'ka çfarë t'i bëj. Asnjëri vendimet
e spakut janë miratuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit, pra masat që janë kërkuar në këtë rast. Në rast se ata e gjykojnë të arsyeshme të kërkojnë ose janë një situatë tjetër, mund të rikthehen për të kërkuar një masë siguri. Po mendoj që në rastin konkret me masën e pezullimit dhe me heqjen e pasaportës, pra Zoja Balloku nuk mund të lëviz më, zoti Rama le ta mbajë aty, ndaç koordinatorja e qarkut ku ai ka fitore më të madhe të fierit, ndaç ta mbajë në Tiranë ku të dojë. Por jemi para faktit kur që ne kemi një deputete e cila nuk del dot nga territori i vendit dhe kjo masë është marrë për shkak se ishte numri 2 i qeverisë. Tani, si shkon çështja gjyqësore, kjo është një tjetër gjë, si do shkojnë hetimet, është një tjetër gjë. Unë do të uroja që spaku nuk ka nevojë të merret me kaq shumë letra sa krijon atje to dosit me fashikuj pafund, ëh? Po them një të fundit fare, të premten e kaluar ku isha unë me kolegun Qyno, na u njoftua se dinim që dosja kishte 97 fashikuj. E ke idenë tani ç'do të thotë 97 fashikuj? Pra, nuk arrin dot kur ti lexo. Unë as më shçon mendje që gjyqtari do t'i lexojë ndonjëherë 97 fashikuj, edhe me proceset e tjera që i ka. Por këto lloj hetimesh tash nuk do të jemi edhe te pjesa të jenë shumë të shpejta, të jenë shumë cilësore, ëh, dhe të jenë më të detajuara, që të jepet sa më shpejt drejtësi, qoftë për ta ndëshkuar, nëse kemi të bëjmë me vepra penale, qoftë edhe në krahun tjetër për të krijuar mundësinë, nëse nuk janë provat, për ta vazhduar hetimin në një situatë tjetër. Por në rastin konkret, ne dim tashmë që Zoja Balloku politikisht ishte e mbaruar, zoti Rama nuk ka çfarë t'i bëjë më. I bëri gjithë lëvizjet e duhura, por më tepër unë atë e pash si lëvizje që ajo kujdes ti vinte barriera ose prita spaku dhe GKO-s, që duke patur parasysh pozicionin e tij, dhe jo pozicionin e tij sot, se sot s'kan ç'i bëjnë ata, por pozicionin e tij në të ardhmen të afërt. E kuptoj, Qeleshi? Për ju? Atëre, e drejta kuvendit për të dhënë ose mos dhënë autorizimin, nuk lidhet me arsyet themelit të çështjes, pa ka apo nuk ka prova, e ka gjykuar mirë apo jo prokuroria deri në atë fazë. Pra, ligji thotë që prokuroria përpara se të shkojë në gjykat, në qoftë se mendon që ndaj një personi që ka imunitet duhet caktohet një masigurimi arrest në burg ose arrest në shtëpi, dhe prandaj dhe kërkesa është e tillë, se nuk është se ka dhënë ndonjë vendim gjykata. Kjo është një kërkesë e prokurorisë, paraprakisht duhet marrë autorizimin e kuvendit. Dhe kuvendi nuk ka kompetencën që të bëjë rolin e gjykatës. Është gjykata ajo që do vlerësoj. Pra, nëse kuvendi do japi autorizimin, prokuroria do duhet, pra spaku do duhet shkojë në gjykatën e posaçme, nuk është se mjafton autorizimi kuvendit. Dhe eventualisht gjykata e posaçme mund të thotë që nuk ka nevojë për mas tjetër dhe nuk ta pranoj kërkesën. Pra kjo mund të ndodhë. Dhe vetëm gjykata e posaçme është ajo që vlerëson nëse kërkesa prokurorisë për të rritur nevojat e sigurimit është e bazuar apo jo. Pra nuk është një kompetencë e kuvendit. Kuvendi ka kompetencën për të parë nëse kërkesa ka motive politike, se imuniteti ekziston për të mbrojtur opozitën gjithmonë. Pra risku i pushtetit, i cili kontrollon edhe pushtetin gjyqësor, që të përdoret kundër teje. Kjo është logjika pse ekziston. E pam tabletin në rastin e opozitës. E kam fjalën për çfarë është krijuar imuniteti. Domethënë për këtë është, nuk është për të mbrojtur persona që konsiderohen në pushtet, sepse nuk mendohet që gjyqësori të jetë politik. Dhe për këtë arsye kuvendi sheh vetëm nëse ka një prapavi politike, dhe nëse, le të themi, praktika që ka ndjekur prokuroria në këtë rast është ndryshe nga ajo që ndjek, pra le të themi, nëse të gjithë do gjykoheshin në gjendje të lirë, në këtë rast i vjen kërkon një mas sigurimi për të njëjtën situatë. Këtë është ajo që shef kuvendi. Kështu që në këtë aspekt unë mendoj që për sa kohë neve kemi krijuar këto institucionet e reja të riemërtuara në fakt, se kanë ekzistuar krimet e rënda dhe më përpara, po i është dhënë një emër tjetër dhe ka një besim të rritur të publikut për hir të së vërtetës ke prokuroria e posaçme dhe gjykata, le të lijë gjykatës për të parë nëse do ishte e nevojshme apo jo caktimi një mase tjetër. Personalisht mendoj që në këtë rast spaku ka vepruar, prokuroria e posaçme ka vepruar në fakt e matur. Dhe kjo do ishte qasje që do duhet kishte në çdo rast për hir të së vërtetës, sepse ti nuk e pse shkon me masën arrest në burg apo arrest në shtëpi në fillim. Pra ti ke një
gradualitet për shkallëzim, nëse është e nevojshme, se mund të mos jetë fare e nevojshme. Kështu që në këtë rast mendoj që kanë vepruar siç do ishin rregullat normale të lojës në raportin e nevojave të hetimit. Gjykuan në fillim që ishte e nevojshme të merrë një mas pezullimi për shkak të ushtrimit detyrës dhe rrezikut të dëmtimit provave. Në një moment tjetër, për arsyet që ata i kanë sqaruar dhe do duhet të bindin edhe gjykatën, nëse do i jepej autorizimi, mendojnë që është e nevojshme një mas tjetër. Nuk them që është, pra jo domosdoshmërisht duhet shkoj me iden, sepse edhe kjo mund të jetë një ndër ato dëshirat populiste, por meqense kjo situata është e tillë, atëherë patjetër dikë ta shohim në burg. Por ama procedura dhe procesi duhet respektohet. Pra, në qofse dhe në parim në të gjitha vendet autorizimet lëshohen me përjashtim të situatave ku dukshëm janë le të themi lëvizje politike të prokurorive, dhe mëtej janë institucionet e drejtësisë që duhet bëjnë punën e tyre. Dakord, do të flasim sërish për Ballukun edhe ka këndvështrime të tjera. Faleminderit Hoxha, faleminderit zonja Qeleshi. Ne do kalojmë në një shkëputje të vogël fare publicitare, rikthehemi